Në Pogradec u zhvillua një takim zyrtar midis kryetarit të bashkisë Ilir Xhakolli dhe konsullit të përgjithshëm të Greqisë në Korçë, Asterios Buzias. Biseda u fokusua te forcimi i bashkëpunimit mes dy vendeve, me synimin për të krijuar lidhje të reja me qytete greke dhe për të zgjeruar projektet kulturore, turistike dhe rinore që lidhin komunitetet në të dy anët e kufirit. Gjatë takimit u vlerësua edhe potenciali i Pogradecit si destinacion historik e turistik. Përveç aspektit kulturor, palët diskutuan edhe për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë dhe rëndësinë e krijimit të partneriteteve të qëndrueshme me Bashkinë Greke në mënyrë që të përfitohen fonde nga Bashkimi Evropian. Ky bashkëpunim shihet si një mundësi konkrete për të zhvilluar projekte të përbashkëta që do t'i shërbejnë qytetarëve dhe ekonomisë lokale. Takimi konfirmoi edhe një herë gatishmërinë për të vijuar dialogun dhe për të forcuar urat ndërlidhëse mes Pogradecit dhe institucioneve greke.